pa hyrë fare nuk do të hyj fare detaje, por do ta nis nga fakti se nisu si jurist, si praktikues i ligjit, pikërisht se Kodi Penal më largon të le themi të përfshihem, qoftë edhe në një debat të natyrës publike. Projektligji i ri i Kodit Penal ka ndezur debatet e ashpra në Komisionin e Ligjeve, ku prokurori i përgjithshëm Olsian Cela e ka cilësuar si të pakonsultuar, të nxituar dhe represiv. Sipas tij, prokuroria nuk është përfshirë në asnjë fazë të artimit të draftit të përgatitur nga ish-ministri i Drejtësisë Ulsi Manja dhe drejtori i shkollës së magjistraturës Arben Rakivi. Na vendosën përballë faktit të kryer, ky projekt nuk jep zgjidhje problemeve reale, nuk krijon më shumë konfuzion. U shpreh Cela duke shtuar se drafti i ri i përmban masa ndëshkimore të tepruara dhe nuk përputhet me nevojat moderne të drejtësisë. Ai theksoi se nuk ka nevojë urgjente për ndryshim të Kodit Penal pasi ai ekzistues është përmirësuar disa herë që nga miratimi i vitit 1995. Cela propozoi që drafti të rishikohet nga një grup i ri ekspertësh të pavarur, vendas dhe të huaj për të garantuar një produkt profesional për ta balancuar. Në raportin e tij për kriminalitetin, kryeprokurori foli hapur për krizën e brendshme të sistemit. Pas vettingut, prokuroria ka humbur rreth 40% të trupës, shkaktuar në ngarkesë të madhe pune dhe vonesa të shumta në hetime. Edhe pse shkolla e magjistraturës ka sjellë prurje të reja, Cela tha se këta prokurorë të rinj kanë nevojë për përvojë dhe kushte më të mira pune pasi shumë zyra janë jashtë standardeve. Ai u ndal te traditë e keqe përdorimit të tepruar të arrestimit në burg, duke kërkuar që prokurorët të zbatojnë më shumë masa alternative. Sipas tij, ky mentalitet është produkt i presionit publik dhe mediatik, tha Cela. Në fund ai i theksoi pavarësinë e plotë të institucionit që drejton, duke deklaruar se nuk ndikohet nga politika apo nga ambasadat e huaja, megjithse pranoi se ka pasur raste kur prokurorë të ndryshëm kanë komunikuar padrejtësisht me misione diplomatike për çështje gjyqësore. Sipas tij, kjo tregon mungesë profesionalizmi dhe nevojë për një reformim të thellë kulturor brenda sistemit të drejtësisë.